ka kohë që furnizon pushimin e vet, tani nuk kemi në punë, po thuaj se nuk kemi në punë as zëvendës kryeministrin, po nuk kemi në punë as koordinatorin. Dhe kjo bën pak dramatike historinë. Duke patur parasysh që edhe vetë kryeministri që del në punë në fakt, nuk është se trajton çështje të rëndësishme, flet kryesisht për gjëra anësore, gjëra të cilat nuk i shkojnë horizontal punës së përditshme të qeverisë, po as nevojave të përditshme të qytetarëve. Praktikisht qeveria është më tepër po funksionon si simbol, domethënë ose si diçka që na ka ngelur në mendje më shumë se sa diçka me të cilën ne bashkëpunojmë apo bashkëveprojmë gjithë ditën. Skandali i fundit e ka ndryshuar dhe konceptin, domethënë po si thua e ka futur në një farë sismike edhe konceptin ton për qeverinë. Nëse ne asociojmë ose krahasojmë, bëjmë një krahasim me profesionin ton. Ne kemi profesionin ka kaluar nga gazetaria Bolt, dhe diku nga fillim shekulli 20 ka shkuar ka filluar të aplikojë gazetarinë e verdhë. Çfarë ka qenë gazetaria Bolt? Ka qenë diçka që lidhej me tema të rëndësishme, tema për qeverinë, për bankat, për tregjet, dhe nuk merrej me problematika të tjera, të cilët ishin problematika, por nuk konsideroheshin serioze për gazetarinë. Nga fillim vitit e shekullit 20 filloi edhe gazetaria e verdhë. Dhe çfarë ishte gazetaria e verdhë? Për ta bërë më të qartë, është ajo çfarë shohim te qeveria sot, domethënë kemi një farë qeverie të verdhë, e cila i shëmbëllon dosjes së Akshit. Dosja e Akshit është e tëra, nga fillimi deri në fund është një farë fiction, por një fiction i cili është i realizuar pikërisht përmes teknikave të gazetarisë së verdhë, domethënë gjërave të cilat nuk pritën të ndodhin, po megjithatë ndodhin dhe bëhen për fat të keq edhe pjesë e përditshmërisë, qoftë të qeverisë, po qoftë edhe të atyre që sundohen prej një qeverie të tillë. Tani kam një kuriozitet tjetër në fakt që lidhet pikërisht me këtë veprimtarinë e qeverisë dhe bllokimin e shtetit. Sigurisht është pak e pamendueshme që sot që po flasim në këtë 25 dhjetor 2025, korreshin ne nuk kemi një datë ku as tip referencë kohore kur mund të diskutohet për mandatin e Belinda Ballukut. Jo, ai sa qartë me të dalit e vetë, jo zyrtare, ta quajmë. Sa i quhen më të rëndësishme se sa të vinë parlamente shkojnë për këto zyrat e patronazhimit me njerëz të shplar nga identiteti njerëzor, të cilët nuk guxojnë të thonë dot një llaf. Pra, edhe që thot fillon me flet që ne do presim ose me ato podcaste vet, të shumtuar më zdisë të surrati vet, në të cilën vazhdon dhe thot që ne do presim gjykatën kushtetuese. Pra, largohen 5 burra, që cilët pretendohet marrin 5, si Niko Peleshi, kryetar kuvend numri 2 i shtetit, Torolanti, cili është kryetar grup parlamentar, Ulsiu, ish ministër drejtësie, apo Shoku Çuçi që u tha nga të gjithë, Samir Çomo, se është i ri dhe është një entry, po të gjithë ta që janë burrë dhe përmburrur që do të hiqin imunitetin kujdo që të vinë në parlament, dalin nga mbledhja se nuk i ngret telefonin Rama dhe nuk i jep një datë. Dhe kjo është çmenduri fare, burrë. Më thënë është diçka, këta kanë shkuar kaq shumë sa që nuk kishin ndërmend të jepnin as të gjithë pensionistëve apo këto pjesëve tjera vulnerabël, nuk kishin ndërmend të jepnin lekë, se këta konsiderojnë që buxhetin e shtetit gjithë lekët e xhepit tyre. Do të thënë, këta kanë gjyna kur administrata shtetërore, pavarësisht se është patronazhiste pjesa më e madhe, e kanë për gjyna mos do të japim rrogën e këtë muaj të kishin vjedhë dhe të samër bërë se nuk zgjati. Pra, deri këtu në këto nivele këta po shkojnë, edhe pse ne kemi kërkuar datë, këta më tepër bëjnë mblidhen dhe intereson të bëjnë sekretariat etike, në cilën pjesë jam dhe atje, sekretariat etike që dënojmë deputetët e opozitës, pra është më rëndësishme për kuvendin, dhe jo për atë që thot prokuroria e posaçëm, për atë që trumbetojnë këta. Se dje ja kanë ngjitur opozitës, këta që nuk është me spaku, pavarësisht se
Aty jemi gjithë pjesa më e madhe kur, ju e dini qëndrimin tim dhe qëndrimin e pothuajse gjithë imunitetet dhe qëndrimin e SPA. Atë kjo progres posaçme ka folur. Këta me që kanë marrë flamurët e kësaj drejtësie të quajmë se e quajmë vetë, e kanë bërë vetë, kanë krijuar vetë, e ku diun e vetë, edhe prap vetë janë ta që nuk i pranojnë kur vetë i është hapur ta quajmë në thonjza gropa nën këmbë e pushtet nga makaturia që kanë pas. Pra nuk po bëjmë fjalë për gjëra ku diun, pati një tendë dhe mungojnë 2 ura ndërmatan, vjedhur 5 milion këte nga ana tjetër. Dalë sa po hapen, sepse kur ka ardhur kjo masa sigurimit janë thënë dhe disa lote tjera ose disa vepra tjera që kanë rënduar akoma te pozitën që i kanë hyrë. Po dale dje lexuam që po fillon është regjistruar procedime për portin e ku diun Durrësit, ku diun që do bëhet ne nga Vlora se kemi gjyra apo nga aeroporti, pra këtu apo nga energjetika, ato kartonat e kuq që po jepen nga Europa që po jep që mund mos thritet ose përjashtohet Shqipëria nga kjo fushë energjetike ministeriale energjetik që quhet. Pra gjitha këto dalë se do vazhdojnë, nuk është se ka ishte 2 minutë dhe po ulën. Tu po ngrihen dhe janë shumë të çmendura që thashë shikoj se po bëhet kështu një fiction. Nuk besoj se në një nga këta resort të Hollywoodit do të guxonte të bënte një fiction ku kishte kaq vjedhje ose makuterisht shtetërore sepse asnjë nuk do besonte thoshte nuk mund ndodhin as në Venezuelë. Tani ka një kuriozitet zoti Neza, dhe e kam vetëm për ju këtë pyetje se është ngushtësisht lëmin e komunikimit. Kryeministri ka qenë shumë i kujdesshëm që mos të bëj kur gafën strategjike të raportit të tij me drejtësinë.